Unë quhem Eli Magrushi, vi prej fshatit Bilaq, jam nxënëse e vitit të 3, drejtimit të mjekësisë, shkolla mesme Sezai Soroi në Bujanovac. Po, një ndër prej pikturave që e kam paraqit është kjo piktura këto, që e kam bërë në kohën e pandemisë, ku me të cilën kam marrë edhe një çmim, kur ka qenë edhe konkursi i artit, kam marrë çmimin e dytë në Serbi. Përmes kësaj pikture kam dashur me paraqit se e gjithë bota ka qenë domethënë e kapluar në kthjetrat e virusit, edhe kam dashur me tregu në një farë mënyre se në ato kohë domethënë shpresa vetme që kemi pas kanë qenë mjekët tonë. Po kam edhe piktura tjera, ka skica me laps e tjera. Është një ndjenjë veçantë, me pikturë normal kam filluar që prej shkollës fillore, edhe kam pas shumë pasion, edhe më rahaton domethënë kur pikturoj. Në të ardhmen nuk e shoh si opsion të parë, për arsye sepse synime kam mjekësinë, mirë po mendoj që çdo herë do të jetë një hobi, që nuk do e heq asnjëherë. Në nxënësën tonë, këto janë disa nxënës që vlerësohen mas tepër me dhe janë të aftë për pikturë, vizatim, grafik, etj. Nxënësit kanë shkallësi, nga njerë ne këtu edhe zbulojmë edhe talentet e rinj, këta vinë prej shkollave fillore, kur vinë shkollave mesme, ndryshon pa klima, ndryshon edhe ambienti, ndryshon edhe puna. Kështu që kam zgjedhur disa nxënës, siç keni pa edhe më herët që keni bërë një intervistë, ka talenta në shkollën tonë. Talenti është 1%, 99% është puna. Këta me puna arrin edhe suksesin e vetë. Kështu që ne këtu mundohemi të japim pak mundësi sa më shumë, kemi edhe kushtet e mira të punojnë edhe nxënësit bëjnë me kreativitet e me idetë e tyre, ne për talentin me punë arrit gjithçka. Po këta nxënës tash janë në shkollën e mesme. Disa edhe kanë zgjedhur disa tema diplomës për kulturë figurative, domethënë për artin përgjithësi. Kështu që nuk do të thotë për shembull që kanë talente vetëm se për pikturë, skulpturë apo grafik, po këta marrin edhe është një fakultet që është edhe historia e artit, tash talenti është diçka ndryshe, teoria diçka ndryshe, domethënë po shprehin emocionet e vete, tash të ardhmen nuk e dihet se ka sillet nëse don dikush të ndihmojmë, ne jemi aty të ndihmojmë nxënësit.